Jeta madhështore e vëllezërve shqiptar Klevis dhe Artur Hoxhosmani ka marrë fund në mënyrë dramatike pasi hetime zbuluan se pasuria dhe suksesi tyre ishin ndërtuar mbi një zërie të sofistikuar trafiku ndërkombëtar droge. Vetëm pak javë u shfaqën në rrjetet sociale duke propozuar me makina luksoze e të dy arrestuan në Tiranë me akuzat për drejtim të një prej organizatave më të mëdha të kontrabandës së kokainës në Evropë. Sipas prokurorisë, dyshja kishte ngritur një sistem të gjerë që vepronte në disa shtete të Bashkimit Evropian, duke përfshirë të paktën 16 bashkëpunëtorë dhe një qendër operative në Britani. Droga trafikohej nga Amerika Latine drejt Europës, e fshirë në kontenjer me ngarkesa të lishme si banane apo kakao, për të shpërndarë më pas në Belgjik, Holland, Francë dhe Britaninë e Madhe. Hetimet në Shqipëri kanë çuar në sekuestrimin e pasurive të shumta, përfshin një yacht, një Mercedes-Benz dhe orë luksoze Rolex e Richard Mille. Një raport i Daily Mail ka zbuluar se vëllezërit kishin bërritur në Britani si azilant përpara se të ndërtonin perandorinë e tyre kriminale. Ata u vendosën në Dorset, ku banorët i quanin fshinjet nga aferi, dhe Klevisin e njithin me noftkën Alibaba. Klevisi kishte precedent penal për dhunë, ndërsa ndaj tij ishin hapur hetime për drogë edhe përpara arrestimit. Të lindur në Burel gjatë regjimit komunist, ata emigruan në Britani pas viteve 90. Arturi mbërriti parë në vitin 1999. Ndërsa Klevisi disa vite më pas duke përdorur metoda të re me identifikimi për të fituar shëndrimin. Deri në vitin 2013 ata zotëronin biznese në Londër, përfshirë lavazhe, dyqane gomash dhe një kafene, fasada të një aktiviteti kriminal që ka ndarë në dritë si pjesë një prej rriteve më të mëdha të trafikut të kokainës në kontinent.